IKMT bashkë me 10 forca policie dhe forca Gjenjo u rikthyen sërish në theth këtë të shtunë duke vijuar aksionin e LNM-s gjatë verës për prishjen e ndërtimeve pa leje. Fillimisht ndërhyrja ka nisur tek një objekt 3-katësh i ngritur vitin e fundit. Kjo godinë është vendosur që të shembet me eksploziv tritol për shkak të lartësisë dhe pamundësisë për ta shembur përmes fadromave. Përmes një deklarate për shtyp për aksionin në theth, ka reaguar famulitari i theth Breglumit Kastriot Demaj, i cili bën thirrje autoriteteve përkatëse që të mos merret me asnjë lloj aksioni për shkatërrim të kasolleve prej drurit të ndërtuara për mikpritjen e turistëve apo shtëpive për banim. Në të njëjtën kohë i bën thirrje për pajisjen me dokumenta pronësie të shtëpive dhe tokave që kanë trashëguar banorët e thethit dhe krejt Dugaxhinit prej të parëve të vet, proces që tashmë ka nisur dhe është në fazën fillestare. Është e drejtë natyrore që çdo kush që ka trashëguar shtëpinë dhe tokën të ketë edhe dokumentin përkatës. Nëse një ligj pengon banorët e thethit të mos pajisen me dokumenta pronësie për shtëpitë dhe tokat e tyre, ai është një ligj që cënon të drejtat dhe dinjitetin e njeriut. Duke shpresuar që nuk do të bëhet edhe një herë gabimi i korrikut, pres një reagim pozitiv nga ana e autoriteteve përgjegjëse. E mbyll deklaratën për shtyp famulitari i theth Breglumit Kastriot Demaj. Në total janë 8 objekte në listë që pritën të shemben fillimisht. Godina 3-katëshe dhe 7 shtëpiza druri të ndërtuara pa leje, për të cilat janë marrë vendimet përkatëse nga IMT.